nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti Shqipërisë, sepse është pas studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të ngrihet port tregtar. Porti i Durrësit është krim shtetëror. Është krim shtetëror. Është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili favorizon pozicionin gjeografik të Shqipërisë, por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Nuk do ta kthej dot. Nuk do ta kthej dot. Sepse armiqt që ai nuk i ka shpallur, po ja u themun janë NATO, BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për portin e Durrësit dhe për Porto Romanon. Mund të vemi dhe më poshtë, mund të vemi në Palas, në Dhërmi, e keni parë çfarë ka ndodhur. Është tjetërsuar mjedisi, kapacitetet mbajtëse janë më të mëdha se vetë Bregdeti. Mund të vemi më poshtë në Limjon, e cila nga bazë detare u kthye një resort ose u projektua për një resort për oligarkët. Dhe në të gjitha këto projekte janë oligarkët, duke përfshirë Sazanin, Zvërnecin, apo dhe Pashalimanin, që janë hequr 80 hektar, janë vetëm 14 hektar bazës. Pra, kemi të bëjmë me një kryeministër, jo vetëm që vjet pasurin publike, por është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Sot Porto Romano nuk është më porti NATO-s. Nuk ka asnjë shpresë, e di dhe Edi Rama. Ka 3 herë ka dështuar tenderi, do t'i dështoj përsëri, por nuk e hap dot. Pse? Sepse në fakt qeveria e Edi Ramës dhe Edi Rama janë jo vetëm të korruptuar, por ata janë të lidhur me oligark shqiptar dhe ndërkombëtar, njerëz në kërkim. Po bani më në Pashaliman, 80 hektarët i ka marrë një prestanome italian i cili është në hetim në Itali. Të gjitha kontratat e Ministrisë së Mbrojtjes, ja u ka hequr aleatëve tanë strategjik, ja ka dhënë një në kërkim, një flitet, nuk është izraelit, pashaportën ka izraelit, nuk është izraelit, është i kërkuar ndërkombëtar, është në korupcion, në kërkim, ose në hetim nga NATO. Pra, Edi Rama e di fundin e tij. Unë një gjë dua të them. Edi Rama nuk ikën vetë. Nuk ikën vetë. Ai e di fundin e tij. E di fundin e tij. Por qëndrueshmëria jonë duhet jetë shumë e madhe. Ne duhet qëndrojmë deri në fund, deri sa të iki. Pse? Sepse kontrolli çdo lloj qeverie që të vijë duhet të kontrolloj dëmin që është shkaktuar këtë 35 vjet. Dhe dëmi shkaktuar, kontrolli dëmit shkaktuar fillon vetëm me një kusht: dorëheqja e Edi Ramës.